Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në Klik, emisionin debatues në Radio Televizionin 21. Emisioni sonte quhet Javë takimesh, në fakt ka nisur me takimin që u mbajt tek presidentja e Kosovës, takim ku presidenti aftoi krerët e partive politike, takim ku morën pjesë shumica krerëve të partive politike, nuk morën pjesë Fatmir Limaj i Nismës dhe nuk morën pjesë Isa Rymeri i vetëvendosjes, morën pjesë Ramush Haradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ishte një prej lajmeve më të përfolura. Në fakt do të shohim deklaratat e atyre nga ai takim, do të shohim reagimet që pasuan atë takim dhe do të flasim për atë se çka mund të pasojë këtë takim në kuptimin e veprimeve politike, pas parasysh atë që ka kohë që paralajmërohet nga opozita që është protesta e 17 shkurtit. Fillimisht do të prezantoj Astrid Gashin me ne në studio. Përshëndetje Astrid, mirë se erdhe. Përveç Astridit, në studio janë 3 përhershmit në Klik, në të majtën time është edhe Driton Selmane, mirë se erdhe. Mirë mbrëma. Në të djathtën time kam Halil Matoshin dhe Dugi Goranin, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje. Tash në fillim të emisionit do të shohim storyn që ka qenë përgatitur për lajme që pasqyron takimin me presidentën dhe deklaratat e dhëna pas tij për t'u kthyer më pas komenteve. Të parët që shkuan në zyren e presidentes Jahjaga ishin përfaqësuesit ndërkombëtar, ambasadori SBA-ve Greg Delawi dhe shefi zyres së BE-s në Kosovë Samuel Zbogar. Nuk vonoi shumë dhe në zyren e Jahjagës erdhi kryeministri, njëherësh kryetari i LDK-s Isa Mustafa. Pas tij edhe përfaqësuesi i opozitës, lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Por palët u deshën të presin rreth 20 minuta për të filluar takimi, për shkak të vonesës së zëvendës kryeministit dhe kryetarit të PDK-s Hashim Thaqit. Në këtë takim, mediat në fillim u lejuan të marrin vetëm pamje disa sekondeshe. I pari që doli nga takimi që zgjati rreth 1 orë gjysmë, ishte lideri i AK-s Ramush Haradinaj. Tha se u bëri të qartë të gjitha palëve se opozita nuk lëkundet nga qëndrimet e veta. Politizim i skajshëm i çdo institucioni në vend, shkallë e lartë korrupsionit, kemi ekonominë kolaps, mungesë investimesh, papunësi dhe korrupsion. Kemi rëndëlish në vështirësi e konsiderova si dështim total politikën tonë të jashtme. Por kryeministri, njëherësh kryetari i LDK-s Mustafa, tha se ka zgjidhje për 2 kërkesat e opozitës. Sipas tij, kjo zgjidhje bëhet vetëm në institucione e jo me dhunë e gaz lotësjellës. Dhe se asociacioni duhet të themelohet vetëm në suazat të ligjeve të Republikës Kosovës. Dhe është derë hapur në mënyrë që këtë zbashku me opozitën ta zgjidhim njëherë për gjithmonë. Kërkuam që të heqet dorë nga dhuna, sepse me dhunë nuk mund të zgjidhen problemet në Republikën e Kosovës, as me gaz lotësjellës në kuvend dhe as me shishet Molotovit dhe me përdorim të mjeteve tjera të dhunshme ndaj institucioneve të Republikës Kosovës. Kryetari i PDK-s Hashim Thaqi ndërkaq tha se Haradinajt i interesonte vetëm rrëzimi i qeverisë e jo kthimi i normalitetit në Kosovë. Në asnjë çast nuk e ka ngresi shqetësim çështjen e demarkacionit apo asociacionit. Por kishte shqetësim tjetër, shqetësimin e direkt do të marrë se pushtetit. Ne kemi propozuar që SPAKU Aleancat merr pjesë në komisionet e përbashkëta për shkruajtjen e statutit të këtij asociacioni bashkërisht që do jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe në të njëjtën kohë të merr pjesë edhe në një komision kombëtar dhe ndërkombëtar që do të formulohet nga presidentja e vendit për demarkacionin. Por lideri i AK-s Haradinaj përsëriti se duhet të shpërbehet kuvendi dhe të mbahen zgjedhjet e parakohshme. Si e vetmja mundësi me dalë nga kriza. Po ashtu kam kërkuar që presidenti të zgjedhet me votë të drejtë për drejtë. Shpresoj që do të reflektojmë. Çështjet që ngriti zoti Haradinaj mund të ishin diskutuar shumë afërtshëm në kuvendin e Republikës së Kosovës, ku do të ndalet sjellja jo ligjore e deputetëve të caktuar. Në takimin e Jahjagës me liderët e partive politike ishin edhe përfaqësuesit e listës serbe. Ndërkaq përmes një komunikate për medje, presidentja Jahjaga falenderoi liderët e partive politike që janë përgjigjur ftesës së saj për të vendosur një dialog pozitë-opozit, si mënyrë për të ripërtrirë konsensusin thelbësor demokratik në Kosovë. Ftesën e presidentes Jahjaga e refuzuan 2 partitë e tjera opozitare, Vetëvendosje dhe Nisma për Kosovën.
Të dyja këto subjekte që refuzuan ftesën më pas gjatë ditës kanë dhënë edhe reagimit e tyre dhe arsyet e refuzimit, por do të merremi me takimin fillimisht të Astrid. Presidenti ja ka qenë një prej instancave, institucioneve, por edhe njerëzve, si emër i përvetshëm, i kritikuar për shkak të mos veprimit në këtë krizë. U aranzhu një takim, u mbajt edhe nuk është që prodhoi diçka. Po nuk është, domethënë, presidenca është në këtë rast vendi i takimit. Po është nuk është prodhuesi i takimit dhe është nuk mund me garantu për takimin. Prodhuesi i këtij takimit është shumë e sigurt, janë ata personat që nuk ulën në rendin e parë. Pra janë ambasadorët, dhe në këtë rast ambasadori amerikan dhe në përkrahje edhe ambasadori i BE-s zoti Zhvogar. Pra presidenca ishte një vend i takimit, ku për herë të parë ndodhi diçka e re në kuadër kësaj krizës politike në Kosovë, që u takun pushteti, i cili tha se që 6 muaj thotë se nuk takohet askund tjetër përpos në kuvend, dhe kësaj radhe në fakt i shtyr, ndoshta edhe nga ambasadorët, edhe i shtyr nga kontrolli, nga situata e cila po i del nga kontrolli totalisht dhe nuk e kanë kontroll fare, vendosi që të shkojë dhe të ulet bashkë aty tash jo më në kuvend, po në një tryezë trumbullakët të barabartë, jo vetëm me zotin Ramush Haradinaj që i shkoi vetëm për opozitës, po edhe me përfaqësuesin e turqve zotin Jakxhilar, por edhe me përfaqësuesin po ashtu të listës sërbske. Dhe kemi rastin tjetër kur mas sa kohë opozita, njëri nga akterët e opozitës shkojnë në takim. Ishte një takim tash fakt me temën e emisionit e ke javë takimesh, e ke tregu që është shkoja si të ADMP-ja, që thojnë. Pra, jonë shku, jonë pa dhe jonë këthy pa asgjë. Herën e parë, sigurisht që nuk do të duhet pritu i dikush që do të kishte një marrëveshje apo një rezultat, po e pam një fillim mirë i cili fatkeqësisht me njëherë mramje është prish spari nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili me një status të tij në Facebook tregoi që nuk i përshtatën takimet, nuk dëshiron dialog, nuk dëshiron biseda me opozitën, dhe në fund me postimin e tij në Facebook përdoi një gjuhë shumë të ashpër ndaj opozitës, edhe tha që prap duhet flasim kuvend dhe jo në takimet njëjta. Sot fatkeqësisht dëgjova edhe nga dikun që zoti Haradinaj, kryetari AK-s, pas ka thënë që më nuk ka si të shkojnë takime, dhe mendoj që kjo është një komplet një gabim nga skena politike e Kosovës, mas shumë ti nga opozita, e cila tash refuzon të vazhdojnë takime, ndërkohë që takimet në fakt nuk i shkojnë për shtati vetëm pushtetit. Ne dëgjuam edhe deklaratat e ashpra të Hashim Thaqit, zëvendës kryeministrit, dje me njëherë mas takimeve, dikush, si duket, edhe në këtë rast, pra pushteti ka frikë që ta ullë në tryezë opozitën, pushteti ka frikë që ta ullë tryezë opozitën ku janë bashkësia ndërkombëtare, sepse me sukses në 6 muajt e fundit ka arritur ta izolojë opozitën në raport me bashkësinë ndërkombëtare. Ndoshta Kosova është në rastet e rralla ku bashkësia ndërkombëtare dhe me këtë rast kryesisht ambasada amerikane ka qenë krejtësisht e pozicionuar kundër çdo veprimi ose kërkese të opozitës, dhe ka qenë krejtësisht e pozicionuar pro qeverisë. Dhe në këtë rast, pra, unë po mendoj që ky dialog, jo që nuk duhet vënohet në pikpyetje, po duhet vazhdojë edhe që duhet opozita ajo, në këtë rast, e di që shumë s'do të pajtohen, e cila do duhet të insiston të vazhdon të dialogu. Për këtij dialogu dhe skemimin e dialogun besoj që është dëshirë e pushtetit. Nëse duhet me rikujtu, s'po duhet me thonë data sakt, sepse mund të gabojmë, po ne e dim që ka pas një farë gjysmë dakordimi dhe pa disa muajsh për me nis dialog të presidenta, dhe ne e dim se çfarë bëri pushteti ishte që mas 2-3 ditë të thirrë një seancë të kuvendit, që mënyrë që atë të hudhët gazi do të qes dhe të pengohet ai proces i dialogimit. Kështu që java e takimeve me ngjas do të mbetet, ndoshta ka mundësi që të mbetet e tillë, po ka mundësi të mbetet e tillë për shkak të një paqartësie verbrie politike të opozitës, edhe një dëshire të jashtëzakonshme të pushtetit për mos të lejuar opozitën që të jetë në kontakt dhe në tryezë tavolinësh ku është i pranishëm edhe faktori ndërkombëtar. Dhe unë mendoj që në këtë rast, pra, loja është krejtësisht në duart të opozitës, e cila nuk ishte dashur të tërheqen nga dialogu. Unë po dëgjoj këtu që jo duhet të bëjmë dialog, se duhet të rrëzojmë pushtetin përmes rrugës. Po
duhet ndoshta me pas pak durim dhe me provu spaku në qoftë se një e mirë politike mund ndodh dhe një proces i ri politik mund ndodh përmes dialogut. Le ta dinë gjithë ata të cilët sot konsiderojnë që mundën me shpata e me thika e me gjërat e tilla të qërojnë hesapet, që momenti i tyre dhe mund vjen ndoshta, po kur vjen momenti i tyre nuk do të jetë që nuk do të thonë që do të jetë momenti më i mirë për neve qytetarët të Kosovës. Pra gjithsesi dialogu duhet vazhdoj, gjithsesi duhet vazhdoj tek presidenca apo te format e tilla të ngjashme me presidentën dhe opozita duhet të insistojnë në çështje të tilla. Tash nëse një pjesë e opozitës konsideron që duhet mbetet si një formë kërcënuese, duke mos marrë pjesë në dialog, është çështje tjetër, po nuk besoj që është në interes të Kosovës dhe as nuk në interes të opozitës që mbetet e izoluar dhe mos shkojnë në dialog, kur kjo punë ekskluzivisht i shkon për shtati vetëm qeverisjes, e cila natyrisht që nuk don të hub kurrë në letrat e saj dhe në dialog çka do që bën është vetëm humb. Fakt, po qujt javë takime Halil për shkak se nëse takimet nuk do të prodhojnë diçka të jashtëzakonshme, java ardhshme është javë e protestës. Dhe kalojmë në një stat të ardhshëm, ka kohë që opozita e paralajmëron 17 shkurtin si datë për protestën e ardhshme dhe ka pas ide që eventualisht takimet si ky ose të ngjashme mund ta evitojnë protestën, jo që domosdoshmërisht ka nevojë për evitim, ose që mund ta le të themi drejtojnë situatën ka një kurs tjetër. A duket rasti i humbur ky takim apo fillimi i diçkaje? Jo, për mu besoj që ma shumë është fillimi diçkaje, se sa rasti i humbur. Për arsye se megjithatë shumë ma duhen, për momentin janë takimet, qoftë edhe për me pi një kafe, edhe me i thonë se cili ato opsionet ose ato që ka mendon lidhur me gjendjen ku jemi, me blokadën totale në Kosovë të institucioneve, se sa dhuna. Dhe po m'duket që kjo është hapi i parë që opozita besohet se po heq dorë nga dalë nga dhuna dhe po kthehet në tavolinë e bisedimeve. Fundit edhe pas gjithçka që mund të ndodhë, prap bisedimet janë të pashmangshme. Dhe në këtë situatë, unë mendoj se ndoshta fillimi është i mirë, por nuk mund pritet rezultate nëse faktorët ndërkombëtar që thuhet, sidomos amerikanët, nuk ndërhyjnë pak a shumë në mënyrë ma aktive në dialogun midis palëve, se cilat duket. Çfarë kupton ndërhyrje ma aktive? Ndërhyrje ma aktive do të thonë që amerikanët ta marrin rolin ndoshta edhe ndërmjetësues ose kushdo qoftë prej bashkisë ndërkombëtare, sepse tashmë palët janë barikadu dhe janë diametralisht me koncepcionet ndryshme. Herën e fundit që kemi pas barikadim të palëve, edhe ndërhyrjet amerikanëve ka qenë mënyra se si ambasadorja Jacobson ka ndërhyrë. Po, ndërhymja ambasadores praktikisht e deblokoj një farë mënyrë, qashtu që është e deblokoj situatën. Prandaj, këta janë politikanë të pushtetit, sidomos, liderët institucional janë njerëz që praktikisht i friksohen të hujve. I friksohen asoj që e konceptojnë si bashkinë ndërkombëtare, për arsye se mendojnë se vetëm me mbështetjen e tyre mund të mbesin në pushtet. Në anën tjetër, opozita edhe ka bënë gabim të pafalshëm, kujtoj unë, për arsye se i ka shput pothuajse gjitha raportet marrëdhëniet me tweet, përkatësisht me ambasadorët e shteteve mike që ju themi ne në Kosovë, sidomos me përfaqësuesit e BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ju e dini se gjithkund në Evropën, Evropën juglindore tash po them, gjithmonë edhe ande opozitat vazhdojnë mojnë raporte ngushta me ndërkombëtarët, sidomos me përfaqësuesit zyrtarë të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse izolimi i opozitës praktikisht e delegitimon edhe kërkesat e tyre sado të qëndrueshme ose sado kohezive që të jenë. Kështu që unë mendoj se zoti Haradinaj Spaku e tha në një mënyrë ose një tjetër që nuk është për izolim
të opozitës ose nuk është për plasje s'paku, me Amerikanët dhe me shtetet tjera që janë këtu të pranishme në Kosovë, dhe këtu më duket që megjithatë ekziston një dallim konceptual me lëvizjen vetëvendosje, sidomos, po ndoshta edhe menismen. Dhe disa takime që kanë ndodhur, domethënë presidentja megjithatë ajo nuk ka pas ndoshta ndonjë opsion të vetin, sepse është mirë që ajo në kësi takime ta ketë edhe një variant, se si mund eventualisht ta propozoj një zgjidhje. Çfarë ajo mendon, ajo dhe stafi i saj normalisht presidenca, ndërka që edhe këtu takimet me shoqërinë civile më në fund pushteti e ka zbulu, domethënë se këtu në këtë vend ekzistojnë edhe media dhe shoqëri civile dhe njerëz që janë të preokupuar me problemet që i ka Kosova, sepse deri me sot ky pushtet është sjell kogjo me arrogancë dhe nuk ka dashur me dëgju, do të thotë që ka edhe zëra që nuk mendojnë si pushteti. Përkatësisht, zoni kundër qeverisë po fillon edhe po rritet. S'paku, ashtu e kemi kriju percepcionin këtu kohëve të fundit. Percepcioni, a mund të shpëtohet më thojza, situata me takime, edhe dialog, edhe gjërat në gjashme? Jo, nuk besoj. Mirë po, takimet që janë bajt dje, po takimet që janë bajt sot, ishin desh të merren si shenja të një shqetësimit madh që e ka bashkësia ndërkombëtare. Ky shqetësim i bashkësisë ndërkombëtare është të shkaktu frikë të pushteti, të qeveria. Shqetësimi e ka shti bashkësinë ndërkombëtare që pushteti, pra qeveria, me pranu një takim i cili pajtona me Astritin është takim poshtnus për një qeverie cila i ka realisht 2/3. Ata janë të detyruar më ullë në një tavolinë trumbullakt, e cila është me qëllim e rumbullakt, me tregu që aty s'ka ballë të gjakut. Në një takim i cili është takim i detyruar nga ana e bashkësisë ndërkombëtare, e kur flasim për bashkësinë ndërkombëtare e dim për kënd po flasim, s'po flasim për Luksemburgun. Edhe ata janë të detyruar me shku aty, me qenë se qasja e tillë nënshtruese ndaj bashkësisë ndërkombëtare është një lloj i parakushtit, është që më thonë përshkrimi i vendit punës për pushtetet deri sot te na. Edhe paramendohet dje mos t'i shku edhe Ramush Haradinaj. Qysh i shdo ka i takim. Kishtë qenë zoti Mustafa, zoti Thaçi, edhe një përfaqësues i listës srpska që është në një mënyrë dore zgjatun e Vučićit, edhe një përfaqësues i komuniteteve jo shqiptare dhe jo sërbe. Pra, kishte me qenë takim krejtësisht i kotë edhe i mirë. Edhe zoti Haradinaj për arsyet veta, në një mënyrë e ka shpëtu qeverinë me praninë e vetë dje. Pavarësisht mesazhit që ja e ka jep, që spajtohet me kur gjoha aty mrenda, mos t'ki shku ai. Ai kishte qenë takim krejtësisht i mirë, i një pushteti i cili është i detyruar me i hongër fjalët e veta që i ka folë këto 2 vjetë. E ajo është që demokracia është procedur. Do të thotë, demokracia zhvillohet vetëm si mas numrave, përqindjeve, fuqisë institucionale që e ki, edhe nëse e ki shumicën absolute, ki të drejt me mos përfill deri në fund oponentin. E kur i këshosha djetë ullu në tavolinë, e shesha që dikush i ka detyru, mi kallëzu në vesh, që fjala demokracia o procedur, së është mirë mu përmen vend e pa vend, se nuk jenë situatë tjesh mos përfillës. Ky pushtet, sot nuk është në situatë tjetë mos përfillës, për që të manë tryeza edhe e lutë opozitën me shku, edhe manë tryeza edhe e lutë shoqërinë civile me shku. Krejt këto e bën, për faktin që ka frikë mes tjerash prej eksponimit të vërtet të paknacis edhe të pezmit shoqnor. E ai eksponim, që shtash, është i caktuar për 17 shkurt. Me 17 shkurt, edhe prej sasisë e njerëzve që dalim, edhe na që tu në studio, edhe pjesëmarrësit, edhe bashkësia ndërkombëtare, edhe krejt kanë me marrë vesh sa është kjo situatë në vërtet serioze.
edhe nëse realizohet frika e pushtetit, edhe shqetësimi i bashkisë ndërkombëtare, e ajo është nëse vërtet dalja e njerëzve bëhet edhe më masive se me 9 janar, krejt këto koncepte që demokracia o procedurë, numrat, shumica, binuj. Me qenë se bashkësia ndërkombëtare në fund është në gjendje me i mos përfill krejt institucionet tona, tërësisht vetëm për hir të një çështje. Ajo është me rujt stabilitetin e vendit me çdo kusht. Edhe nëse ai stabilitet rastësisht kërcënohet, na kemë me pa qysh as kuvendi, as përqindja, as deputetet, as resoret ministrore, as kushtetuta, kur qkafis merret parasysh, karshi një rreziku imanent cilin ajo mundet me projektu në mendjen e vetë, bashkësia ndërkombëtare. E ajo është nëse stabiliteti i procesit politik fillon mu shkund, ose fillon mu kërcënu, atëhere loja nuk ka mu rregulla. A ka bo mirë opozita që s'është shku në takim. Kur po thomë kështu, po mendoj që opozit në parim nënkuptohet këtu mas shumë t'i vetëvendosja. Unë mendoj që ka bo mirë që nuk është shku. Mendoj që ka bo mirë që nuk është shku, edhe mendoj që i bon mirë mos me shku. Me qenë se këto takime nuk kanë kur farë qëllimi tjetër, për te se krijimin e një situate ku shërimi, pra ilaçi politik, është jetë shkurtër edhe është qëllim shkurtër. Do të thotë këtu nuk bëhet fjalë për rregullimin e një sindromi, e një problemi shoqëror që është kaktu për vite tëra. Këtu bëhet fjalë vetëm për përpjekjen taktike me te i kalu qëtë vit. Me te i kalu vitin, i cili është vit i lloj-lloj proceseve, përfshirë edhe procesin i cili për bashkësinë ndërkombëtare duket jetë obsesioni i vetëm sot, e ajo është gjykata speciale. Deri atëherë, ka gjykata speciale është temë s'pagu që një 2 vjetë, edhe nëse si vjetë është ma urgjent se sa vitin e kaluar si proces, këtë do të shohim definitivisht mirë, po insistojnë në të njëjtën çështje, a mund të i kaluat kjo punë me takime, apo do të shkoj java kotë edhe presim javë të ardhshme e tutje. Për dallim për zotit Gorani, unë e shoh zgjidhjen e secilë situatë përmes takimeve. Asnjëherë, në asnjë variant nuk e shoh formë tjetër. Nuk di se si mund të realizohet tjetër ndryshimi eventual përpos takimeve. Edhe nëse kemi me pas protesta, s'kemi çare pa ulë, me diskutu, me u taku dhe më pas me i dhonë përgjigje situatës politike. A mund tjetë protesta, them, elemente cili mund ndryshoj pozicione, apo qëndrimet të akterëve që janë përfshirë në proces, kjo është temë tjetër. Po me gjithë atë takimet unë i shoh në variantin e fundit dhe të parë dhe të mesëm dhe se cilin situatë si të mundshme dhe të vetme në realizimin e krejt aspiratav të kujt do të qoftë që janë përfshirë në proces. Po du me thonë diçka tjetër në fillim para se me hynë është atë ajo se çka ka ndodhur dje. E shija dje krye lajm u bë takimi. Dhe shi veti çfarë standardi nalt të bë takimi veç me u taku shqiptarët me zveti. Domethënë veç me u taku bë krye lajm. Nuk është problem çka ka dalë prej takimit, kush ka po thot. Veç u realizu takimi, prej të shtunës, po thuaj se kemi pas, po takohet, po shkon Ramushi, ndilën, po takohen, po shkon Ramushi, dhe të hanën erdhë Ramushi, u taku Ramushi. Me thonë, dhe këtë tregon më pas se çfarë krize, definitivisht çfarë krize, jo vetëm politiki jemi ne si shoqëni. Lëvizjen e zotit Haradinaj unë e kam pasur një pragmatizëm politik. Një njeri që sheh përtej unit dhe i natave personale që mund të ketë dikush. Hiç nuk ka më rëndësi për mua se çfarë tha pas asaj, që përsëri i shpreh qëndrimet e njëjta të cilat i ka pas, thuaj se që nga fillimi. Megjithatë vetë pjesëmarrja aty për mendimin tim tregoi diçka përtej një njeriu i cili me tekët personale ose unin e personalitetit ti mund ta merr në çap edhe vënin. E kam pas si një pragmatizëm. Ato që mos duke pa kuptim deklaratat e të menjëhershme pas takimit, sidomos të zotit Thaçi. Kundër zotit Haradinaj. Dhe unë këta, din si e shia, sikur zotit Thaçi, edhe para takimit i thot dikuj, hajde bëjmë laf, po si themi ne. Po s'mund taftosh dikon me i thonë, hajde bëjmë laf, si themi ne. Duhet me thonë, hajde bëjmë laf, si dojmë të gjithë bëjmë laf aty, të lafosemi. Po jo, hajde tje dhe unë të regoj çka duhet me bo laf. Dhe ta është diçka, thot, ai nuk më bisedoj për këtë, ai nuk më bisedoj për këtë, dhe më pas, 2 takime tjera që i kishte në Pej dhe Gjakov, fjalë kogjutranën në drejtim të zotit Haradinaj, duke thënë që unë e respektoj të kaluarën e tij gjatë luftës, por pas luftës madje duke akuzuar për elemente të shkatrimit të shtetit.
Dhe si mendon ti, kjo është gjunga diplomatike dhe politike për të ofruar palën tjetër kundërshtarin tavolinë, apo kjo është një tendencë për ta larguar atë që mos më tu afro hiç? Sepse ndoshta qëllimi yt është mos më të ardhë hiç aty. Dhe kriza më vazhdu dhe ti më realizu qëllimin tua politike që mund t'i kesh, apo mund t'i mos kesh. Po në fakt takimi si takim të është në përmbajtje u pa, s'pat asgjë, nuk arrit asgjë, por si rast ndodhi, dhe kjo unë definitivisht kam mendimin që kjo ka ndodhur me involvimin e madh bashkësinë ndërkombëtare. E tani ata kanë filluar të involvohen, se dihet në Kosovë përmes presidentës i realizojnë pothuajse shumicën e çështjeve, kontekstin e asaj që ata që nga zgjedhja presidentës Ija Jaga më involvimin direkt kështu publik nuk e kanë pas, dhe provojmë që tash përmes një instrumenti tjetër që në fakt edhe kur është ofruar zgjidhja e krizës në Gërçit, pothuajse është bërë përmes tyre, por duke ofruar pika të caktuara nga presidentës. Dhe unë mendoj që përsëri kemi me marrë çat situatë. A do të jetë dhimbshme kjo, apo si do të jetë kjo zgjidhje, apo a do të jetë pranueshme për shumicën e spektrit politik, të nuk e di, por e di që tash e tutje gjithnjë më tepër do të kemi një involvim të ndërkombëtarëve. Edhe sot në takim cilën ne kishim me kryeministrin edhe me zëvendës kryeministrin, kam përshtypjen që kanë njerë për interesa të ngushta ose për interesa mëstan personale, por ndoshta subjektive tyre, provojnë që të thirrën në disa standarde të cilat janë vërtet standarde evropiane. Që kultura e debatit do të jetë nivel, zgjedhjet si instrument mund të vinë situata kështu. Por është pak vështirë të flet ti me një standard evropian kur gjendja reale është e standardit afrikan, pothuajse. Situata në Kosovë nuk mund krahasohet me standardin evropian, situata aktuale që është. Kjo mund krahasohet lirisht me disa shtete të cilat more demokracinë as e kanë lexuar, jo se kanë praktikuar. Dhe në fakt kur dojmë i dhënë zgjidhje, provojmë i dhënë zgjidhje shumë për të thirrë disa parime universale, konventa ndërkombëtare dhe kështu me radhë. Prandaj them, duhet me ul pak më poshtë për tokë dhe me edhe partitë politike në pushtet dhe opozita. Dhe nuk kem alternativë tjetër. Takimet kanë me qenë të domosdoshme. Tendenca për të vetë izoluar, siç tha zoti Haradinaj, ose për të barrikaduar më tutje, unë mendoj që mund të jetë një vetvrasje politike vetë opozitës dhe kauzës tyre. Sepse duhet ta kemi qartë edhe ne dhe ndërkombëtarët dhe gjithë se çfarë kërkojnë në fakt ata dhe çfarë në fakt janë të gatshëm me lshupet dikush. Nuk mund kuptohet rezultati i këtyre takimeve pa lshupet dikush. Njëna pal apo dyja nuk kanë çare pa lëviz prej pozicioneve, se në kundër këtu s'ka triumfator. Këtu do të ketë triumf vetëm nëse populli i Kosovës e ka lënë këtë situatë dhe më pas fillojmë të mendojmë për gjëra tjera, jo për këtë krizë që na është lodh. Nëse opozita po barrikadohet apo po përçohet, do të flasim në pjesën e dytë të emisionit në cilën kthehemi pas pak. Fakt, pjesëmarrja e Ramush Haradinajt në takimin të presidentja, Astrid ishte një prej çështjeve të përfolura, reagoi vetëvendosja zëshëm edhe nëpërmjet shumë eksponentëve të saj edhe në media, edhe hapi rrugën për spekulim, edhe për përçarje të opozitës, në anën tjetër në hyrje fole për vazhdim të tendencës së izolimit spaku të një pjesë të opozitës, duke i refuzuar takimet qoftë presidentja qoftë me ndërkombëtar. Mund të flitet për fillim të një përçarje, konsideron lëvizje drastike këtë Haradinaj? Është dy anësh, më larg nëse më këshilju veç më kyç pak shkurtimisht në pjesën e debatit që u zhvillua edhe më herët. Tha dikush se opozita po heq duan nga dhuna. Dhe këtu pyetja është nëse opozita po heq duan nga dhuna apo heq duan nga dhuna pushteti. Se unë nuk e di si të konsiderohen ndryshe se 17 vjet vjedhje, grabitje, shkatrim të kryshteti për pos një dhunë sistematike dhe të cejmim ndërprej. Është i gatshëm pushtetit të heq ndo, nga vjedhja, nga sakatosja, nga majtja izolim e këtij shteti, për pos fakti që opozita natyrisht duhet t'i jek dorë nga përdorimi i mjetëve dhunës, sikur që gazi nociat që kemi përdorur 1 milion herë, dikur ato molotove, gjërat e tilla. Pra pyetja nuk mund të më qenë ngjashme çka po bën opozita, sepse opozita në fakt nuk ka pushteti, opozita mund ta provokon dhunën, po instrumenti i dhunës është pushteti. Dhe vetëm kush mund ta zbaton dhunën në Kosovë është pushteti. Opozita mund ta provokon, mund ta hedh një gaz të sjell që pastaj pushteti përzot gjithë jashtë ose i fut burgjeve. Po nuk është këtë opozita, dhe nëse ne e gjujmë këtë presionin të opozita, ne po i bëjmë mirë opozitës, po s'po i ndihmojmë pushtetin dhe s'po i bëjmë mirë vendit. Po i bëjmë mirë opozitës sepse opozita po shkon t'ju bë pak më e mirë ndoshta.
Po pushteti s'po bëhet më mirë dhe vendi s'po zhvillohet. S'dyti, të dukim duket e tha se si do duke takimi mos nëse s'ke shku askush i opozitës. Është e thjesht duk, nuk kishtë ndodhe e fotografia të cënë e imaginon. S'kishtë ndodhe takimi. Dhe ftesat janë shku para se me tek pasa i ka pas një farë dakordimi dhe një fjallet dhonë të paktën në këtë rast nga Ramush Haradinaj e vetëvendosi me gjallë ka qenë edhe nisma që ka jep shenja pozitive në fillim dhe pastaj ju shtë ndikush presidentës dërgoj ftesat sepse një takim mund të realizojmë. Pra ajo pamja të cilën mund të kesh pritur ti që do t'ullën vetëm këta 3 që në qeverisët, nuk do të ndodhej. Dhe s'dyti të ky dialogu i sotëm, më merë shumë mirë që zoti Mustafa, pa pa lajmërim në fakt, pa pa lajmërim e kishte marrë edhe zotin Thaçi, zëvendëskoj ministrin, në takime, asnjë nga aty në opinion në panel nuk i ndëgjova që e bënd madhe për faktin që janë ftuar nga zoti Thaçi, zoti Mustafa dhe e kanë pas edhe zotin Thaçi, 2, dhe s'dyti, çka merr kesh pipti pushteti është arsyeja mënyra se si tenton ta përdor një shërbim civil, RTK-n, e cila jo vetëm që ja jep direkt takimin e qeverisë me opinionistët dhe ku natyrisht opinionistët i kanë dhënë mendimet e tyre, s'ka asnjë dyshim, pas një vrejtje, po edhe e transmeton. Pra, çfarë është në gjendje të bëjë ky pushtet? Çfarë do që ka në dorë për më treguar që është i mirë, ndërkohë që çfarë prodhon? 7.000 vende pune, me një viti, dhe shumë varfëni, shumë izolim dhe shumë gjëra tjera. Të kthehemi tash te opozita, nëse veç do më kthy. Po sigurisht që ka lëvizje në ato në atë se si është opozita rrugën në të ardhmen, ose rrugën në këtë moment. Rrugën për ta mërri qëllimin që është shkuarja në zgjedhje. Nuk ka asnjë dyshim që edhe në tryezat që i ka pas me shoqërinë civile më duket në këtë rast, zoti Haradinaj po edhe vetëvendosja, në asnjërin nuk ka marrë pjesë, po i kanë pa për mbledhjet, është parë se si dy palët, që ka dy palë mendimesh në këtë rast. Është pala e mendimit të realizimit qëllimit, është Ramush Haradinaj dhe AK që e konsideron që duhet hyjet në një proces negociator që duhet përfundoj me zgjedhje, dhe është vetëvendosja që a konsideron që nuk duhet ketë një proces negociator, po zgjedhja duhet të jenë si një presion, si pjesë e një presioni që ndodh nga qytetari në rrugë dhe i cili do të detyron të qeverinë që të dorëhiqet. Pra, ka dallime në këtë rast në qëndrime. Unë nuk besoj që këto dallime në qëndrime në këtë moment, pra dhe të arritja një rezultati që synon opozita të arri, që është zgjedhjet, do të reflektohen me një përçamje, me një prishje të kësaj që po i quajmë bloku opozitar. Pra, unë besoj që këta do të jenë bashkë dhe në zgjedhje, po nuk e shoh që as në vetëvendosje, para zgjedhjes në vetëvendosje, ka disponim që të shkohet në projekt afatgjat me AK-n dhe nismen. Dhe ky mungesa disponimit në vetëvendosje për të shkuar në një projekt afatgjat, pra në një listë përbashkët, në një koalicion pasgjedhor, në një udhëheqje të Kosovës përbashkët me AK-n dhe nismen, sigurisht që e përkthen edhe pastaj edhe qëndrimin të AK ose nisma ose të këto veçanërisht që s'dojnë as ata me shku me vetëvendosje. Pra, mendimi nga gjitha aktot që po i shoh, që po zhvillohen është që sot për sot nuk ka ndamje të opozitës, po mendoj që opozita nuk do të jetë e bashkuar në një proces zgjedhor, dhe nuk do të jetë e bashkuar pas procesit zgjedhor. Mirë, po për të ndodhur kjo që po thot, pastriti nevojitet që dihet që po shkojmë në zgjedhje, që s'është e sigurt. Unë këmë kriju bindjen që edhe pushteti përfundimisht e ka kuptu se si vjetë duhet me pas zgjedhje. Nëse jo si vjetë s'paku, në shtanë për nëvejën e vitit tashëm. Po, që ajo është një vjetë kalendarik, për nëvejën e vitit tashëm është një vjetë. Nëjse, si vjetë, vjeshta është optimale, thash. Mirë, po me marrëveshje. Jo zgjedhje do të thot ad hoc, me nguti, po zgjedhje me marrëveshje politike, ku palët do të zotohesh dhe do të nënshkruani në një leje që i njohin rezultatet zgjedhore, që nuk do të provokojnë gjatë procesit zgjedhor dhunë ose nuk do të ketë probleme që jemi mësuar më tashmë me pas në gjitha pothuajse në gjitha pol zgjedhjet që kanë ndodhur në Kosovë në mas luftës. Kështu që ideja është që opozita, unë pajtohem me zotin Gashi, që opozita është bashku rreth një kauze, përmbysja qeverisë në këtë rast, mund të ketë edhe përpavija tjera, përmendni zoti Gorani edhe në sfond
gjithmonë rinë gjykata speciale, mirë po objektivisht ka dallime. Aty po shfaqen, ka dallime, sidomos Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka dallime konceptuale në një, domthonë aq sa ku më me kuptuar dhe zotin Haradinaj, në një është mos përplasja me Amerikan, sidomos, dhe në dy do të thotë megjithatë zoti Haradinaj po shkon një takim, po dëshiron domthonë një dialog me pushtetin, dhe gjithmonë pushteti është ai që duhet me thirrë opozitën dialog. Gjithmonë pushteti është ai që duhet me ndëgju, për shembull. Sa i përket takimit sotshëm, unë kam qenë edhe tek zoti Haradinaj edhe në takimin e sotshëm me shoqërinë civile. Krevët e pushtetit, kryeministri dhe zavendës kryeministri, sot kanë ardhur dhe kanë marrë fjalime gjata, të mërzitshme, gjona që i kanë thonë që 15 vjet, kush ma shumë, kush ma pak, dhe objektivisht ata kanë dëgju vetveten. Dhe nuk e kanë dëgju fare kush që ka thonë aty, edhe pse shumë pak njerëz ju ka thonë fjala, edhe pse do të thotë ata ka 3 herë kanë marrë fjalën, edhe pse ata gjithçka vetë e kanë bën agjendën, vetë i kanë shpik ndoshta edhe njerëzit që kanë qenë aty, ku po domthonë edhe njerëz që janë domthonë jo domosdoshëm në debate të tilla, edhe njerëz biznes edhe njerëz, po sidokudo ata kishin dëshirë domthonë me mbledh një mos njerëzve edhe me ju marrë fjalime, të cilat na i shohëm për natë në media, në televizion, në gazeta etj. Dhe sipas shoqërisë civile del me marrë shumicën. Kufizon në opozitë në kuptimin e kësaj pjesës për shkak se po flet për dallime. Dallimet a mund të interpretohen për çfarë? Kjo unë mendoj se para 17 shkurtit nuk do të ketë përqarje. Me 17 shkurt opozita bashkë me qytetarët e interesuar, domthonë me protestu, ka me qenë e bashkuar. Dhe kjo protestë unë mendoj që ka me ndodhur. Mirë po, edhe zoti Blerin Kuqi sot, edhe zoti Haradinaj më herët thanë që nuk do të, Aleanca nuk është për përdorim të mjeteve të dhunës, domthonë nuk është për dhunë, domthonë është ky një farë lloj përparimi, unë e peshos paku tash, secili e ka bindje dhe mendimin e vet, është një lloj përparimi heqja dorë nga dhuna, por normalisht e tha Gashi, edhe pushteti duhet me reflektu. Do thotë edhe pse zoti kryeministri zoti Mustafa po thotë se prej se është domthonë kjo qeveri nuk kanë asnjë aferë korruptive, nuk kanë asnjë, megjithatë, domthonë njerëzit po hetohen, kryetar komunash po arrestohen, po bastisen, megjithatë korrupsioni po vazhdon, nuk ka as shenja të stopimit ose pak a shumë të ndaljes e tij, dhe unë po them që edhe pushteti duhet të reflektojë që ta ndalë domthonë këtë dhunën simbolike më shumë po flasim që për cilën foli zoti Gashi. 17 shkurti është afër. Mirë, po zgjedhjet në cilin do opcion kalendarik nuk duken shumë. Edhe vazhdimi i dallimeve të opozitës a mund të thellohen ato? Në fakt 17 shkurti është afër, po edhe 14 shkurti është afër. Edhe Shën Valentini. Kështu që nuk do me thonë ku me ditë çka. Me rëndësi për mua 17 shkurti dita pavarësisë se turbimet eventuale. Kjo ditë e pavarësisë dallon pak prej këtyre 7 kaluarave. Po jo, provun disa edhe 28 nëntorin sepse me i dhonë gjyrim tjetër. Kam qenë kategori kundër që në ditët e fesave kombëtare të cilat të festojnë biles të më shumë i skenat këshia. Uroj që të më shumë skenat këshia, ndërkohë që data kalendari zgjedhor, këtë varet prej se si do të rrjedh procesi i zgjedhjes presidentit. Ka shumë mundësi që nëse nuk zgjedhet presidenti për 45 ditë me shkurbani zgjedhje. Ka shumë e mundur. Por nëse zgjedhet presidenti, atëherë përsëri duhet një gatishmëri, një them takime mes liderëve për të marrë vesh eventualisht nëse duhet me shku në zgjedhje apo jo. Është tim tjetër ajo nëse i shohim një zgjedhje si zgjidhje problemit apo jo, por megjithatë duket sikur që momenti i zgjedhjes së presidentit ose i mos zgjedhjes do të jep ka zhvillimeve të ardhshme e politikën në Kosovë, mund ta shtensionoj situatën apo mund ta tensionoj situatën, do më ketë varet shumë se si do shkojnë procesi i zgjedhjes së presidentit. Kontekstin e asaj që tha pak më herët që sa është opozita e bashkuar, unë them që opozita, dhe jo vetëm opozita, por në këtë rast edhe opozita janë të fragmentarizuar, jashtëzakonisht shumë.
po pozitën a diçka e marrin pak më shumë të fuqishme, interesi për ta marrë pushtetin. Domethënë ai bërthama ku ata gravitojnë në shumë ma e fuqishme në krahasim me partitë politike opozitare. Partitë politike në opozit është kajmon edhe në i ditë besoj, se besoj që kanë me mujt me e që gjatë, sepse divergjencat tyre të mrëndshme që i kanë shumë problem me i te kalu. Po e shoh sjelljen, domethënë edhe kjo sjellje e zotit Haradinaj në vetëm si lëvizje pse ka shku atje, e pash me njëherë një farë ryshje të dy partive tjera për ta kritikuar atë, madje gati në cilësime për ta qujtë tradhtar, por me njëherë dikur sbrapsen nga Afrika që mund të jesin pak, sepse unë mendoj që opozit në këtë rast pa AK-n po thuaj se është jashtëzakonisht e dobët në Kosovë, me lëvizjen vetëvendosin ne kemi pa në të kaluarën se sa mund të ketë përkrahje dhe si mund të menaxhohet situata. Po them, nuk e shoh as të mundshme një listë përbashkët, po sigurisht as nuk e shoh të mundshme një qeverisje të përbashkët me këtë konstelacion që është ndërtuar opozita. Po normalisht them që kemi folur disa herë edhe për pjesë tjetër të spektrit politik të cilët janë pushtet, këta veç po thamë, e forca cilat gravitojnë këta është shumë atërheqëse për shkak që është pushteti, është e mira materiale që i shfrytëzojnë ata çdo ditë, por them në kontekstin pak më të gjerë, opozita kemi një beslidhje për shumë lehtë të tradhtueshme. Dy gjëra. E para, Halili po e konsideron diçka të re nëse Ramush Haradinaj heq dorë nga dhuna edhe po e fuqizon një farë perceptimi që protesta duhet gjithsesi të jetë e dhunshme. S'ka nevojë të jetë gjithsesi e dhunshme. Spaku kështu është një prej opsioneve. E dyta, kjo që tha Tritoni është a duket e qëndrueshme që nëse eventualisht këtë tërhiqet opozita mbetet shumë pak ose mase e papërfillshme. Po unë mendoj që ma mirë i bjen zotit Haradinaj me mbet brenda një opozitet bashkume. Mendoj që ka ma shumë hesop me mbet dhe mendoj që mas mbledhjes djeshme aje dhe AK-ja e kanë kuptu ose spaku e kanë hetu që nëse ka çfarëdo ardhmënie politike për ta si parti, ajo gjasat për të në matë mëdhaja ka bloku opozitar. Po me gjitha të du të mbetet zgjidhje e tyne edhe zgjedhje e tyne, vendime që i marri. Me sa unë e shoh, populariteti në shoqni i opozitës është më i madh se numrat e tyre që i kanë kuvend. Pra është një shpërputhje me numrat që i kanë kuvend, edhe me klimen shoqnore e cila është goxha e pezmatume ndaj pushtetit. Pra, pezmi ndaj pushtetit, vetë e prodhon një përshtypje, e ndoshta ajo nesër edhe materializohet, që klima qytetare është të shku në favor të opozitës. Tash, kjo mbetet çështje diskutimi për mu, të kohët nëse njerëzit jonë kundër qeverisë, po nuk jonë me opozitën, nëse njerëzit jonë kundër qeverisë per se, pra jo me qëllime caktuar opozitare. Në politikë, sidomos në situatat këtilla të polarizume, nëse je kundër këtij, me do e mos del që je me këta. Edhe kjo përshtypje që krijohet, tash po shihet që po shkakton frikë të madhe te pushteti. Do të thotë, ky pushtet në fillim ka menduar që nuk duhet më shku në zgjedhje, edhe mundet me mos përfill kërkesën për zgjedhje. Mandej ka filluar me vrej që ndoshta zgjedhje, ndoshta ato janë të pashmangshme, po që to 2 ditë e kon vrejt që ata janë ka friksohen që ndoshta edhe mund t'i humbin. Ndërkohë që në tryezën e sotme unë e pash që ata s'paku një pjesë e pushtetit nuk ka friksohet veç për të ardhmen e vet, po e pash që janë ka friksohen edhe për të kalumen e vet. Do të thotë, janë ka friksohen për mundësinë që nëse humbin pushtetin, me ju fshi edhe e kalumja. Edhe ajo një fatkeqësi e madhe në politikë ballkanike, se mënyra që e përmbyll karrierën, zakonisht e infekton ose e ngjyros edhe të kalumen e pa asaj karriere.
Që nëse mund është me pas një karierë cila për ty mund të tingëllon e ndritshme dhe historike, mënyra që është përmbyll është në gjendje me ta marrë në qafë edhe ata. Sot e pash që kryeministri Mustafa nuk i përjashtoi zgjedhjet. Ai që e kanë dëgjuar me vëmendje fjalimin e tij sot në tryezë me shoqëni civile, ku natyrisht unë s'kam qenë i ftuar, ai kishte vërejt një send. Që ai si ka përjashtuar zgjedhjet, pra qëllimin e dialogut e ka ndërlidh edhe me mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve, diçka që i zhdesh të jetë sinjal jo shumë i favorshëm për partnerin e tij në koalicion. Edhe e dyta ke një qasje për mu pak naive, e ajo është përpjekja mu shfaqsu për diçka që është e pamundshme të shfaqsohesh. E ajo është që spakun qeverisjen teme, kështu tha zoti Mustafa, nuk ka ndonjë rast të skandaleve të korrupsionit, ndërkohë që partneri për cilin ky mendoj që është krye fajtori për skandalet e korrupsionit, ishte në fakt partneri i tij aktual i koalicionit. Edhe e dyta tha, na nuk mundemi me ndiku në gjykata, edhe nuk mundemi me ndiku në zbatimin e ligjit. Mirë nëse o kështu, pse atëre Bashkimi Evropian bën presion mbi juve si qeveri për rendin dhe ligjin. Nëse ajo s'qen ka përgjegjësi e juja, edhe nuk qen ka sferë e mundshme e ndikimit juj, pse atëre juve ju drejtohen si qeveri për çështjet e korrupsionit edhe për çështjet të rendit dhe ligjit. Ajo që deshti mi bëj sot kryeministri është, unë mendoj, një përpjekje dorën zemër jo shumë agile, jo shumë elegante për mu shfaqsu për diçka që është e pamundshme. E ajo është, edhe nëse asociacioni dhe demarkacioni nuk qenë kanë temat ultimate të pakënaqësisë popullore, spaku nuk mundesh me ikë faktit që telashja më e madhe e zbatimit të drejtësisë në këtë vend është drejt për së drejti përgjegjësi edhe obligim i yti edhe i partnerit tonë në koalicion. Në vend se me diskutu çështjen e a është opozita e bashkuar ajo, unë dje sot e kom pa që ky pushtet me gjithë këto frika, edhe me gjithë këto presione ndërkombëtare, edhe me gjithë këtë humbje rapide të popularitetit në shoqëni, ky nuk mundet me ta quajë çet vit. Nëse mund të përfundohet viti ose si do të vazhdohet kalendarikisht pas parasysh atë që na pret, do të diskutojmë ku të kthehemi pas pak. Fakt, kur falim për javë takimesh, është edhe ky takimi që u zhvillua sot, për cilin falim edhe e di që ke qenë pjesëmarrës atje edhe krejt ajo që po thuhet, nëse flasim për çka tutje, duhet kthehemi të procedura e zgjedhjes së presidentit, pavarësisht a është demokracia apo jo, krejt procedurë dhe diktaturë e numrave, spaku kjo çështje imponon që kalendarikisht dhe proceduralisht mund të kushtzoj gjitha veprimet e ardhshme. Në fakt 7 marsi është data e fundit ku ne do ta kemi presidentin e ri. Domethënë në kushtetutë është 1 muaj ditë para se të përfundojë mandati i presidentes aktuale, do të kemi të zgjedhur presidentin e ri. Që i bjen kjo është zgjedhur me 7 prill dhe tash me 7 mars duhet ta kemi. Nëse nuk e kemi deri në atë ditë, nuk arrim ta zgjedhim, atëherë vendi më në 45 ditë do të shkojë zgjedhje. Në fakt është një normë tjetër kushtetuese aty, të cilët pak bjen kontradikt me këtë, se thotë kuvendi nëse nuk arrin ta zgjedhë presidentin, atëherë shpërndahet më në 60 ditë. Ndërkohë kur flet për zgjedhjen e presidentit, nëse nuk arrin ta zgjedh deri në kohën e përcaktuar, atëherë më në 45 ditë shkojmë zgjedhje. Por kjo është çështje e interpretimit që mendoj do të vlej kjo. Më në 45 ditë nëse nuk zgjidhet nga momenti kur është filluar procesi i zgjedhjes presidentit, atëherë jemi të detyruar me shku në zgjedhje. Tashti procesi legal kushtetues na çon ashtu. Por nëse kemi diçka tjetër përtej procedurave të cilat janë për zgjedhjen e presidentit, atëherë mund të kemi në një marrëveshje që ta zgjedhim presidentin edhe më pas shkojmë zgjedhje. Ta marrim vesh një datë caktuar. Ose të marrim vesh që mos me zgjedh presidentin, por që në fakt më pas i bie me shkel kushtetutën, sepse dikush po thotë mund të shkojë me ushtrues detyrë për 6 muaj. Para s'kishin hera e parë që shkilet kushtetuta, edhe e dyta
Nëse insistohet në këtë që pak prap ka dallime të opozita, Ramush Haradinaj është më i zëshmi në atë që presidenti duhet të zgjedhet nga populli direkt. E kjo punë prap proceduralisht, kjo është fusha jote, janë nënkupton ndryshimet kushtetutës edhe nënkupton muaj të humbur. Në fakt pak është kontradiktore kjo, sidomos tek AAK-ja. Pse? Edhe në vitin 2011, kur ka fillu procesi i ndryshimeve kushtetuese për zgjedhjen e presidentit drejt për drejt nga populli, pothuajse Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka qenë kategorik kundër bashkë me vetëvendosin që presidenti zgjedhet drejt për drejt. Nisma më pas ka pasur që drejtën e evaluimit. Po, patjetër. Ndërsa LDK dhe PDK kanë qenë kategorik që më u zgjedh drejt për drejt për popullit. I kanë bërë disa ndryshime kushtetuese, si kanë implementuar kurrë, ato nuk i kanë inkorporuar kushtetut, e kanë bërë ligje për presidentin sipas formës së re, po kur s'ka ndodha e punë. Dhe tash kam përshtypjen sikur kjo po përdoret vetëm si alibi për të shfrytzuar këtë rast, sepse tash demarkacioni dhe asociacioni shumë pak po përmenden, sepse po shifet si instrument për të shkuar në zgjedhje mos zgjedhja e presidentit, e çka, hajt tash shfrytëzojmë tash këtë mundësi për të thonë që ne jemi për fuqizimin e rolit të presidentit dhe kështu. Në parim do të ishte drejt sikur kjo të ngritej shumë herët, sepse duhet me pas kohë. Dikush thotë këto kryen mrena natës ose mrena një kohë të shkurtë. Nuk nifen praktikat e mira elektorale që spaku 6 muaj para zgjedhjeve të preket legjislacioni që lidhet me procedura elektorale, sepse ka punë, ne s'kemi zgjedhur asnjëherë president drejt për drejt. Duhet familiarizohemi me atë materie, duhet ta shohim si shkon rondën e parë, si shkon rondën e dytë, a shkon rondën e tretë, mënyra si shkon kandidimi e kështu me radhë. Janë disa procedura për nuk e shoh si të mundshme në këtë fazë të hymë të atyre ndryshimeve. Në kontekstin e asaj që zoti Matoshi tha sot, ishëm po është vërtet një fartryeze, të cilën vërtet kishte ligjërata, kogjo gjata, por duhet ta shpreh edhe zhgënimin tim, ka pas ligjërata jashtëzakonisht mëdha edhe për pjesës tjetër, pjesës tonë, shoqënisë civile them. Kishin ardhur njerëz aty për të marrë fjalime ka gjysore pa thënë asgjë pothuajse. Nuk e dini se kishin qëllime të caktuara që për me hyrë në shef dikuj, po unë mendova kështu, thash, atribute të fjalimeve të mëdha, ky atribut ka qenë i politikanëve. Po pse ja morëm anën na sot aty në të epoka gjysore secili tu vol, edhe krejt prej kësaj dul një lafologji, si zoti Matoshi thotë shpesh, por nuk dul diçka me shumë përmbajtje. Veçanë diçka për çështjen e opozitës, unë them që ata duhet të kenë një kujdes, sepse sikur duhet një analizë tek ata se dikun ja kanë huq. Pse ja kanë huq? Në raport me ndërkombëtarët. Ata po provojnë me shty kauzën e tyne duke qenë keq me të gjithë. Jo na jena me popullin e Kosovës. Këtë çështje ka pas vendosja dhe e ka në komunën e Prishtinës ku thotë ne qeverisim me asken, sepse na jena ndryshe. A din çfarë probleme tek më banale të ka për shkak që nuk ka koalicion me asken. Së fundmi provoj me lidh një koalicion me AKN, po dul çështje spekulima nuk e di çka, po çështje shumë të ndihshme që lidhen me menaxhimin e kryeqytetit suni materializojnë. Pse? Sepse na jemi ndryshe, si jemi sikur këta. Kjo çështje për tentuar ti si vetë vendosi në fakt që tash po provon me shpërnda edhe tek nisma dhe të AKJ-ja, për të na krijuar një perceptim të përgjithshëm se këta janë ndryshe. Me këta flitet për demokraci, për ideale, për parime universale, paksa madje dhe fyse për inteligjencën tonë, por megjithatë nuk mundesh më në kësaj shoqënie me thonë ne jemi idealistët e pastër dhe ne jemi ata të cilët bashkë me popullin nuk i pyesim as amerikanët, as gjermanët, madje as shqiptarët, sepse s'kem çka mu taku me ta, sepse këta nuk shkojnë as takim, kjo çështje në politikë më në dhe sidomos kontekstin e shekullit të cilët po jetojmë, pa këta që duhet të shtroheshin, nuk ka formë tjetër përpos takimeve. Nga takimet mund të binë është edhe këta që sot janë, por nga takimet mund të vazhdojnë në më tutje, por jo kështu. Nëse ti vazhdon të mendosh që rruga e zaventon atë, ose thirrjet publike që unë i pash të Visari Ymerit në disa para 2 ditë ku tha që 17 shkurti do të jetë data, njerëz në rrugë do të jetë forma se si këta e kuptojnë që duhet të shkojnë në shtëpi, nuk e besoj që kjo mund të bartë mesazh, por nuk është ajo forma e cila mund rrolë shtetit në Kosovë. Presim, 2 opsione. Po supozojmë që ose mund të zgjedhet presidenti në atë sallën e improvisuar me atë fotografin, me atë prapavin groteske mrapa edhe me gaz lëcial s'poshtë, ose protesta mund të shërbej si katalizator për ta përshpejtuar procesin. Unë edhe sot në të vezën e pushtetit me shoqëninë civile e thash se zgjedhja eventuale e zotit Thaqi në një sallë të improvizuar me atë fotografin ikonike tashmë sallës
originalet kuvendit, edhe në tymin e gazit Lotësjelës nuk e nderon as Kosovën, as parlamentin dhe as vetë Zotin Thaqi. Sepse një president i zgjedhur në mënyrë të tillë, i cili është në kontinuitet i përplasur me opozitën, me opozitën e vendin, me opozitën parlamentare, dhe i përplasur ndoshta edhe me një pjesë të madhe të kësaj shoqënie, nuk besoj që mundet me shërby si dalje, ose si qetësim, tensioneve, si rrëmje tensioneve, me hymje në një fazë ma të qetë edhe ma stabile të vendit. Kështu që zgjedhja eventuale e tij në këto kushte, po presupozoj, po prejudikoj që opozita sigurisht ka me tentu me pengu seancën, s'paku parlajmimet e tyne janë tilla, atëherë une po menoj që do t'jetë zgjedhje shumë e dhimbshme, edhe vazhdim i karrierës tij politike shumë në telhyqe që thuhet tek populli jonë, sepse ai praktikisht me njëherë duhet të heqë dorën nga funksionet partijake, dhe në këtë situatë mund vi një kryetar, nuk po du me përmend se kush mund vi, i ri i partisë dhe automatikisht mas 1 ose 2 muajve mund edhe të tërhiqet nga koalicioni me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Kështu që e tërhiqja eventuale nga koalicioni do ta mbante Thaqin pushtet ndërkaq Ledeken të shtëpia, kështu që do të jetë dhimbshme po ashtu edhe për leadershipin e Lidhjes Demokratike, se unë po mendoj lidhja e Thaçit me Zotin Thaqi nga leadershipi aktuali Lidhjes Demokratike, do me thonë që shkojnë bashkarisht. Në momentin kur shkon njëri, shkojnë edhe të tjerët bashkë, do me thonë, shkojnë paket që thuhet në këtë situatë. Ndërkaq që deshta mu pajtu me respektu faktin që kjo qeveri, do me thonë, ka punu ose s'ka punu. Ka skandale ose nuk ka skandale, besimin popullor e ka shumë të shpenzuar. Edhe i sot i pash disa sondazhe që praktikisht besueshmëria i ka rënë në mënyrë Po për shkak se një pjesë e madhe e LDK-s nuk beson këtë qeveri. Dhe kjo dëshmon se ne nuk kemi zëdhënca të kërkujt, ne jemi i shprehim opinionet tona. Mirë po, problemi që megjithatë indicje për me debatu janë edhe këto sondazhe që i bojnë këto organizatat e ndryshme jo qeveritare, ku ta diune. Dhe në këtë situatë unë mendoj se vetëm një leadership i fuqishëm, i cili pranon të hyjë me opozitën dialog, po nuk mundet dialog veç sa për me thonë pethirë me opozitën, po dialog që paka shumë ofron diçka, i cili ofron dalje. Cila është dalja nga kriza e qeverisë, me policit Kosovës, ja ku më thonë edhe sot liderëve, nuk ti mundesh me pushtu vendet ndryshme edhe me fitu, do më thonë me bajoneta, po s'mundesh me ullin bajoneta. Me polici, as një qeveri kur kënë s'ka mujt me mojt pushtetin. Dhe këto pundu këtë që janë të vedishëm qeveritarët e Kosovës, këta aktual që janë, sepse përdorimi policisë është i rrezikshëm se mundet me quë edhe në përplasje të shoqënisë. Dhe nëse shkojmë në përplasje të kësaj shoqënie, atëherë nuk ka çka më ju vyt pushteti as pushtetit, po as opozitës. Sepse dhimbjet do të jenë shumë të mëdha në këtë vend, po nuk mund të flasim më për humbjet të imazhit në sytë ndërkombëtarëve, sepse ajo veç mos se mendon kërkush punën e imazhit. Po unë mendoj se megjithatë politika është një lloj kompromisi. Dhe megjithatë pa kompromis nuk mund të ketë zgjidhje. Për këtë kompromis duke ka nevojë brenda ditësh, për shkak të kësaj që u përmend më herët, për shkak të nevojës kalendarike që brenda javësh të kemi president. Unë kompromisin e shoh tek marrëveshja për me shku në zgjedhje. Unë nuk shoh spaku tash. Sinqerisht unë nuk shoh dalje tjetër për pas zgjedhjeve të parakoshme. A sheh gatishmëri për kompromis nga spaku nga kjo që po thuhet publikisht? Jo, unë e di që i gatshëm për kompromis është pushteti, i cili ka 2/3. Do të thotë kjo qëndrim që vetë-vetiu e tregon një panik çuditshme, një pushteti i cili në sipërfaqe i ka të gjitha, në fakt është i pasigurt në qëndrueshmërinë e vet.
Po ashtu mendoj që me zgjedhjen e zotit Thaçi për president vendit, mendoj që kompletohet procesi i polarizimit plot shoqënisë. Pra, përfundimisht me zgjedhjen e tij, rjeti institucional, pra konstruksioni i shtetit, nënkuptohet që është tërësisht i kapur, edhe që procesi i shkëputjes së shtetit prej qytetarit është i përfunduar. Edhe aty fillon ajo që i thojnë kultura e revoltës, edhe kultura e rezistencës. Me qenë se simbolikisht përmbyllet procesi i monopolizimit të plot të krejt strukturës shtetnore dhe pushtetore. Edhe kjo e simbolizon edhe kunërzimin e zotit Thaçi për president. Plus që ajo bëhet realisht përmes votimit të LDK-s. Votimin, emrimin, jo kurorzimin. Unë e pithom, nëse unë deshta mu shprej simbolikisht, po këtu njeri edhe s'po guxon fort. Mirë, do të thotë, kur zgjedhet me vota të LDK-s, zoti Thaçi për president, shumë gjëra e marrin të poshtë. Njëra është që LDK-ja e ka vështirë të arsyetohet historikisht për atë gjest. Leti ato ne jemi institucionaliste e krejt. Ajo është për një me për ta do tjetë një traumë shumë e madhe. Në anën tjetër, zgjedhja e tij nga pozita e shefit të një partije, vështirë mund të kontrabandohet si zgjedhje e një personit, kohezionit e tjera, në ato e di. Po për shumë kënd, zgjedhja e tij është kompletim i procesit të monopolizimit të shtetit. Edhe tash qytetari, i cili është i shprënsum prej pjesëmarrjes në shtet, edhe i dëbum prej vendimarrjes, ai tash lirisht mundet me nis kulturën e revoltës, kulturën e rezistencës. Do të thotë mirë, ky shtet është përfundimisht i marrun, është i, të themi, i kidnapum, ose për arsye çfarë doshme është i kontrolluar përfundimisht prej një strukture, e cila tashmë nuk dallon mes veti. Pra, pas zgjedhjes së presidentit, dallimi për të cilin krenohen, pra dallimi mes LDK-s dhe PDK-s përfundimisht zhduket. Edhe ajo shndrohet në një blok, themi blok politik, ideologjik edhe strukturë mendore. Është një strukturë mendore monolite, tash e tutje. Gjithçka përtes saj është e dalën pra prej kornizave të pushtetit, edhe tash ajo pjesë është në gjendje dhe ka drejt tash zhvillon një kulturë të vet. Ajo kultura jashtë institucionale, edhe është një lloj kulturës së revoltës. Kjo ta qenë mallin ty të vitit 1989, kur me pranimin e amandamenteve të Republikës së Serbisë e tjera kompletohet një proces. Cili proces? Kompletohet procesi i zhvleftësimit këtij vendi edhe qitjes së popullit jashtë ligjit. Pra komplet një popull në marsin 89 del prej ligjit, ose s'është më pjesë e institucioneve të pushtetit. Edhe mandej fillon çkafi. Rifillon kultura e revoltës, e cila më vonë shndrohet në kulturë të rezistencës. Edhe tash ti e sheh këto, edhe e sheh një pushtet i cili për arsye të cilat unë halas më i marr vesh, nuk e mban mend 89-ën. Do të thotë thjesht nuk e beson që mund vjen situatë, sikur ai pushtet në 89-ën, mund vjen situatë të armiqësohet me një opinion publik e ndoshta edhe me një popull ton. Nëse kjo është një prej skenarëve të mundshëm, do të flasim në minutat e fundit të emisionit. Zgjedhja e presidentit si një prej opcioneve që ta thelloj dallimin në shoqëri, për këtë reagove, e shtypet Kuçi? Në fakt, të Kuçën e shtypa për të mos u pajtu që për analogjit e krijuara nga zoti Gorani, domethënë unë vështirë kam me krahasu 2015-ën me të të nënën. Ose me një regjim i cili donte ta shfaroste këtë popull me një simbolikisht. Megjithatë e kam problema simbolikisht me vendosur analogji, po për zotin Thaçi president, pse
pse sipas menimit tim është kandidati i cili nuk do duhet zgjidhej. Unë mendoj që i ka dy hipoteka të cilat rana, të cilat vërtet ai s'duhet jetë. Cilat janë ato? E para, nëse është ndërtu një sistem i vlerësimit negativ për një person në Kosovë se si është këtë qeverisë veni, ja atribuohet këtij. Mirë, po një konstant i cili gjitha zgjedhjet e fundit është më i votuari. Nuk ka rëndësia e punë. Percepcion negativ. Nuk ka rëndësia e punë se tash po flasim për zgjedhjen e një personi i cili kryen për personalitetin e popullit, duhet të jetë garant i funksionimit kushtetues të institucioneve. Dhe nëse ne për 7 vite, 8 vite qeverisjes Thaçi kemi pas këtë qeverisje, dhe sinonimi këtë qeverisje ka qenaj, dhe nëse ne jemi në raportet ndërkombëtare, me Etiopinë, me Moldavin, jemi në fund marrë niveli me popujt më të korruptuar në botë, me sistem arsimor, shëndetësor, kulturor, çka trum për toke, që i bjen këto veprime janë antikushtetuese. Dhe si mund të jetë ky garant i funksionimit kushtetues më pas? Kjo është hipoteka e parë. E dyta mendoj. Është një proces i Iran i cili nuk e di nëse ka me ataku drejt për drejt zotin Thaçi, po të cilën gjykata speciale. Raporti Digmartit dhe më pas raporti prokurorit Williamson përmend edhe emra, dhe në fakt zoti Thaçi e përmendet aty. Unë nuk e di nëse ka me qenë pjesë akuza ose akt akuza, po megjithatë është një barrë e rëndë për te personalisht dhe mendoj për popullin e Kosovës. Të dy këto pothuajse e bëjnë figurë më të papërshtatshme për të kandiduar, se jo për të zgjedhur. E treta që unë mendoj që i lidh pa këto dyja është në zgjedhjet e fundit këto partitë politike kanë dalë me fitu zgjedhjet kundër Hashim Thaçit. Domethënë Hashim Thaçin e kanë pas kundërshtarin kryesor dhe me moton kundër Hashim Thaçit kanë provuar me marr vota. Dhe tash si me qenë faktor unifikues i njëjti person të cilin krejt partitë tjera politike kanë provuar me fitu zgjedhjet kurrë. Ka qenë mi unifiku partitë politike rreth një qëllimi. E mund të jetë ajo. Prandaj them në kontekstin nëse eventualisht do ta zgjedhim, se matematikisht është e mundshme, madje shumë e mundshme, është shumë rrezik që kriza dhe mututje të vazhdojë, ndoshta edhe të eskalojë. Nëse eventualisht kemi lëvizje të aleancës për ardhmërinë e Kosovës. Nëse kemi një lëvizje të aleancës, mendoj që krejt aritmetika e ngjarjeve ka më ndryshuar. Sepse unë shoh motor të fuqishëm mbrana partive politike opozitare akën. Ka potencial, them, destabilizues më të madh se ka i tjerë. Prandaj e vlerësojnë këtë kontekst. Them, nëse AK-ja lëviz, atëherë mund të kemi pozicion tjetër. Nëse nuk lëviz, zgjedhja presidentit zotit Thaçi, mendoj që veç ka do të ndikojë më tepër në tensionimin edhe më të madh të ambientit skendës tonë politike, që më pas zgjedhjet do të jenë të pa alternativë, gjithsesi si kena me shku zgjedhje, por ambienti i rëndum demokratik, politik, nuk ka me garantuar asnjë as zgjedhje me legitimitet dhe me legalitet plot. Pregohem që nëse futemi në një cikël ku më pas të tensionimit maksimal të ambientit politik, edhe zgjedhjet nëse zhvillohen në atë kontekst dhe në ato rrethana, është vështirë që më pas rezultati i tyre të prodhojë institucione demokratike, dhe sikur mëse ne futemi në një cikël i cili vështirë mund dalim. U fol Astrid për pasojat e mundshme të zgjedhjes së Thaçit president, edhe drejtoni pse nuk është mirë sipas tij. A ka alternativë kjo punë? Dëgjoj. Po deri tash nuk është servu diçka. Lart, po isha dalte ajo pikë nëse më vlen me përmend 2-3 pika tjera që u diskutuam më herët shkurt, sepse në fakt kjo pika e fundit për zotin Thaçi këtu u shtjellu gati që me një fjalim fund moj me përmbledh. Te drejtoni po insiston që AK është faktori kyç opozitar. Mendoj që po e konsideron fuqinë e saj trazuese që e ka, duke ditë që është dalë ta themi kështu nga UÇK dhe mund të ketë ish luftar të UÇK-s me asaj apo diçka tillë. Po në fakt kjo ndukje mund të duk ashtu, mendoj që në fakt fuqia kryesore opozitare është TVV-ja, dhe VV-ja në fakt duhet me pas parasysh këtë fakt dhe duhet me ditë që është partia kyçe opozitare. Sikur kur po themi që në këto, po, sepse për mendimin tim sillet sikur një parti e vogël opozitare. Sillet sikur një parti e vogël opozitare sepse duke qenë kryesori një koalicion, do të thotë të jep që të gjitha që ta mbajsh koalicionin. Dhe jo vetëm bën pegesa, dhe jo vetëm të vendosësh kushte të cilat shkojnë deri shkatrimit të koalicionit, po edhe bën ndoshta edhe kompromise të cilat ty detyrojnë me mbajt koalicionin, nëse don. Kjo është sikurse i zoti i shtetit ta themi, ne po themi që gjithë kanë fajin në çfarë po ndodh në Kosovë,
por qeveria ka është ajo që është kryesore dhe menaxhon shtetin dhe ka fajin më të madh. Pra edhe vetëvendosja për shkatrimin apo për mbetjen e bllokut, faji kryesor ose merita më e madhe i takon vetëvendosjes dhe ata nuk mund të mshefën prapa diskutimeve të stilit të LDK-s me degën në degë, këta që thonë më aktiva, më aktiva. Pra, nëse dojnë me mbajt opozitën dhe konsiderojnë që do të më mbajt, ata e kanë penë në dorë dhe nuk i ka këto penë as zoti Haradina, as më pak zoti Limaj për mendimin tim. Sepse këto zot me i qujt lider me zoti e kom marrë prej Halilit kështu. Zdyti të Dugi shkurt dashta më lidh kur tha dëgjova dhuna aty Isa Mustafën të thas pengoj gjyqësori, nuk ndërhyjmë gjyqësor. Po raporti i Pogesit thotë që luftimi i krimit dhe korrupsionit nuk ndodh për shkak ndikimit të politikës në të. Ai bën raporti i Pogesit i ka 10 pika ku kërkon politika mos ndërhyjmë në gjyqësorin. E kishim rastin e Stendaf ku madje edhe prokurori i shtetit tha që ka presion politik për mos mu vendos një komunikat. Kështu që unë ato janë gjëra tjera dhe treta dashta mund dalte ndërkombëtarët. Ne i shohim që me ndërkombëtar shihen me sy ndërkombëtarët i shohin me sy mashtrues pushteti dhe i sheh me sy mashtrues edhe opozita. Dhe duke i pa me sy mashtrues në fakt, ata tentojnë që t'i mashtrojnë që të marrin bindjen edhe përkrahjen e tyre. Po ne qytetarët e Kosovës mendoj që ish dashme ndërtu një raport mashnoshme ndërkombëtarët. Dhe ky ndërtimi i raportit mashnoshme ndërkombëtar është ju kallëzojmë se çfarë duhet na ndihmojnë ata. Dhe ndërkombëtarët neve thjesht duhet na ndihmojnë që shlirohemi nga krimi, të ndihmojnë që shlirohemi nga korrupsioni, na ndihmojnë të shlirohemi nga ky situatë stagnuese që e kemi. Dhe nuk mund të jetë një ndihmë e tillë duke e përkrahur dhe duke u rreshtuar për disa nevoja shumë afatshkurta politike në rrafsh me krimin dhe korrupsionin. Mund vjen shumë keq që nuk i kam dëgjuar ndërkombëtarët që 6 muaj na flasin dhe të na dënojnë krimin e korrupsionit sa sapi dënojnë disa gjëra tjera. Më vjen keq në vitet e 90-ta ne s'kishim besim që do shliroheshim nga Kosova, nga Serbia me forcat tona. Po ne kishim një farë besimi që kur dilke një kongresmen amerikan dhe thojke që Kosova mund të bëhet shtet dhe duhet respektohen drejtat e tyre, ne mbaheshim në ato. Sot ne pak ndëgjojmë që në këtë vend ka me pas mundësi që ne si qytetarët Kosovës me ndërtu këtë vend, pa që të ndalën nga krimi, nga korrupsioni, nga banditët, nga gangsterët, nga ky, nga ai. Dhe këta nuk peshon. Dhe ne ndërkombëtarëve duhet ja themi sakt. Ju duhet na ndihmoni dhe të na jepni pikë në shpresës për me dalë nga kjo pjesë e krimit dhe korrupsionit. Të jenë sigurt, gjykatën speciale nuk mund ta ndërtojnë me krimin dhe korrupsionin që e kanë menin. Vetëm gjykatën speciale mund ta ndërtojnë vetëm nëse kanë aleancë me qytetarën e Kosovës. Se këtu dikush tha opozita gjykata speciale. Thotë se gjykata speciale që ka po merr ka veç me opozitën. Jo, unë jam i bindur që do të jetë kryesisht me ato që është pushtet sot, madje edhe fondet e 3% ndoshta, sepse pjesë e krimit të luftës janë edhe financimit. Mund të jenë, po mëse po dentojmë më teza. Po shumë rëndësi që ne qytetarët Kosovës që ju themi ndërkombëtarëve që ju duani ende më na jep pak shpresë që ky vend mund të bëhet shpresë të cilën në fakt ne kemi marrë pjesë në vetë shkatrimin bashkë me elitat politike që 17 vite. Ne kemi miq ndërkombëtar. Fatkeqësisht edhe miq më të me ndërkombëtar në takime që i kanë pasur në biseda kanë thonë ne gjithë kemi dashur çfarë vendi duam. Kur s'kemi ditë me kënd po dojmë me bë. Dhe unë po thëmë që me këtë që kanë provu ta bëjnë deri sot, këtë Kosovë e kanë prish këtë Kosovë. Dhe këta duhet të ndrojnë këtë do hapë një shansë edhe Halilit, edhe Dritonit, edhe Dugit, edhe 10 mira, e 100 mira e qytetarëve të Kosovës, një pjesë të tyre janë edhe të shkolluar me fondet tyre, e cilët ku janë. Të zot janë çoshe dhe skajë të nejt, të e prit me marrë një rrugë, jo profesori, jo asistent, jo diçka e tjetër, edhe me hesht. Kështu që kjo është pjesa të cilën unë e konsiderova më e rëndësishme se të deklarohem a duhet të jetë thaçi president ajo. Kjo çështje në fakt unë edhe deklarohem për këtë çështje, po unë po besoj që deklarimi im këtu nuk mjafton. Këtu e ka vendosur zoti Mustafa dhe kryesia e LDK-s me i shantazhu deputetët e tyre, duke ju thënë që nuk e votoni zotin Thaçi për kryetarët Kosovës, ne nuk do t'ju futim lista zgjedhore. Dhe në anën tjetër e keni elektorati i LDK-s, i cili ka votuar shumicën e atyre deputetëve të PDK-s, jo për platformat politike se ata kanë shpjeguar ndonjë ide, kanë jep ndonjë mendim të jashtëzakonshëm se si do ta zgjedhin dalin Kosovën nga kriza. Po sepse kush e ka shoh më shumë ti Thaçit, kush e ka shoh më shumë ti PDK-n, ka pas gjasat më të mëdha me marr votat e votuesve LDK-s. Pra votuesi i LDK-s ka vendosur, ka
ose delegati, se unë tash ta i shuj delegat, nuk mëjmë të shuj deputet, po një dorë zgjatur e pushtetit delegat, vendosin të ndëgjojnë kryetarin e partisë dhe kryesinë e partisë që i thosë zbëm në prish koalicionin, apo do të ndëgjojnë elektoratin e cili ka votu. Nëse ka zgjedhje, siç po thotë drejtori në 6 muaj një vjet, të jenë sigurt që elektorati nuk ka mja u kthy jap votën prap këtyre deputetëve LDK-s të cilët kanë me votu thaqë. Jo pse e urrejnë është shumë thaqë, po nuk do ta pranojnë që ata të jenë të gënjur për tyre gjatë tërë kohës në përfushata zgjedhore që janë kon anti-thaq ekskluzivisht. Mos flasim që ka deputetë të cilët i kanë hapur të pame. Dhe të cilët mund të votojnë nesër mas nesër. Dhe kjo, s'dyti, nëse drejt që pas zgjedhje nuk mendoj që do të ketë qetësi në Kosovë, domethënë, dhe kjo nuk do të më varet a do të zgjedhë thaqja jo, zgjedhja e thaqit besoj që do ta shtin një element të ri në agjendën opozitare. Një element të cilën opozita ka me pas shpresë që ka me qenë më e madhe në përkraje popullore se që ka qenë demarkacioni e asociacioni që është Zoti Thaqi, që është Hashim Thaqi, i cili për opozitën besoj që ka me qenë pika kyçe në cilën ka me godit pas zgjedhjet Thaqi. A do duhet zgjedhjet Thaqi? Unë besoj që Zoti Thaqi nuk do duhet të pranonte zgjedhjen. Dhe këtë ka ndodhur në disa herë tjetër, nuk do duhet pranonte zgjedhjen, për shkak se zgjedhja e tij unë besoj që do të ishte në një farë forme edhe fundi politik i tij. Të paktën për një periudhë kohore, do të mbledhte aq shumë kundërshti dhe aq shumë forma të kundërshtimit në raport me të, që do të ishte një rrezik shumë i madh edhe potencialisht për të si politikan, i cili i mirë i keq, gjitha veprimet politike të cilat i ka bërë deri në këtë moment nuk i ka pas asnjë të gabueshme politikisht për veten. I vetmi që mund të jetë për mendimin tim në situatë të tillë është nëse zgjedhet president me protesta, me dhunë, me një opozitë e cila jam i bindur për arsye jo parimore, por për shkak të arsyeve të mërimit të zgjedhjet nuk do ta takoj si zonën e Jahjaga. Dhe kjo është ajo që paka shumë me rekapitulu, pra nuk mendoj që Zoti Thaqi duhet ta fut veten në një aventurë të rrezikshme. Nëse zgjedhet president Zoti Thaqi, gjithë aktiviteti opozitar do të orientohet kundër Zotit Thaqi, kundër presidentit Kosovës, që do të jetë mënyra më e lehtë ku me orientu, tema tjera s'ka shumë, dhe në këtë rast do me thonë, nëse shkojmë në zgjedhje, në këtë rrethana të tilla, do të jetë LDK ajo e cila do të shikojë copat e saj duke u shpërndarë kado. Që në fakt një prej temave të preferuara tuaj është si na shohin ndërkombëtarët neve. Nga ky diskurs i Astritit duhet kthy fokusin si na i shohim ndërkombëtarët, edhe nëse do të na vi qëndrimi i tyre si pikë shpresa apo si zgjidhje e imponuar, kjo është mbase dilema. Po ata neve na shohin si objekte, e na ata ishin ndesht më pas si instrument. Edhe unë aty pajtona me Astritin. Bashkësia ndërkombëtare këtu është në një mënyrë figurative, se po vjen njëri më ruaj çapo flet këtu. Po figurativisht ata veten e ofrojnë si instrument. Do të thotë, ata janë të gatshëm mi shërby ndonjë kauze progresive. Mirë po është e vërtet që naiviteti tyne, pa përvoja e tyne, edhe shpërqendrimi i tyne tradicional, i ka detyruar ata gjatë viteve gjithmonë me kriju aleanca realisht me fundrinat ideologjike dhe politike edhe ligjore të këtij vendi. Mirë po, aleanca me ta nuk ka qenë faj vetëm i tyne. Ka qenë faj i kësaj shoqënie, e cila s'ka qenë gjendje me gjetë mënyrën që të ofron një alternativë zhvillimore, ndoshta një koncept më korrekt politik. Pra në fund, kështu në kuptimin gati, figurativisht, filozofik, faji me gjithat e i takon shoqënisë tanë që s'ka qenë gjendje me prodhu një kapacitet partnerizus me Bashkinë Ndërkombëtare gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe ata, Bashkia Ndërkombëtare, janë ngatru në një partneritet edhe aleancë me një grumbull të bandave realisht, cilat veten e deklarojnë si parti politike, e cilat gjithmonë e kanë ofru veten si kontraktor. Pra partitë politike me cilat Bashkia Ndërkombëtare në Kosovë bashkëpunon historikisht, ato veten e përjetojnë si kontraktor. Pra ato kryjnë punë për Bashkinë Ndërkombëtare, edhe kundër vlerat që ato e fitojnë, është drejta e atyre mi bo zullum shoqënisë vetë edhe me zhvat pasurinë publike të vendit vetë.
Dhe ajo është një lloj i, që thojnë, i shkëmbimit për kontraktim ose për kryrje të punëve. Asociacioni e këto mes tjerash janë po ashtu pjesë e atij roli të kontraktorit. Tash, a do të krijohet një kulturë e re, pra a do të ndryshohet paradigma, a do të ndryshohet modeli qysh kosovari dhe kosovarët, shoqënia janë, qysh e përjeton politikën dhe qysh e përjeton bashkësinë ndërkombëtare. A do të ndryshohet çaj model? Unë mendoj që gjasat janë të mëdha me ndryshu. Mirë po ato nuk do të ndryshojnë, sikur se në çdo shoqëni nuk do të ndryshojnë pa dridhje të mëdha. Na nuk ish desht me pas frikë nga zërat mos pajtues, nga revolta, nuk ish desht me pas frikë. Ka plot shtete, cilat mas luftës dytë botnore kanë ndru qeveri çdo 2 javë. Italia o njëri ndër ta. S'ki qa me bo. Ndo vende demokracia edhe demokratizimi i shoqënisë nënkupton përdorim shumë më të shpeshtë të procesit të zgjedhjeve, përdorim shumë më të shpeshtë ose më të përshpejtum, më të akcelerum të situatave çfarë janë krizat qeveritare, krizat parlamentare. Nuk ka nevojë kurkush ta frikson kërkon me to. Krizat parlamentare, krizat politike, mosmarrëveshjet në shoqëni janë shaj i një shoqënie politikisht aktive. E veç shoqënia politikisht aktive e përmbush definicionin bashkohor të shoqënisë. Pra nuk ka shoqëni bashkohore që s'është politikisht aktive. Edhe shoqënia janë o ka donë mu aktivizu politikisht. Bashkësia ndërkombëtare natyrisht shpesh herë rrëshqet në grackën e kolonializmit. Me ose pa vetdije, për shembull, insistimi në tryezat këtilla si kjo dje është me ose pa vetdije qasje koloniale e bashkësisë ndërkombëtare, e cila mendon që biseda me popullin në Kosovë është realisht biseda me bajraktarët e tyne. Ja u thret bajraktarët, ja u thush 3-4 fjalë të forta edhe i thush shko kallëzoju popullit tënd. Pra në një mënyrë me ose pa vetdije, për shkak të papërvojës, naivitetit e lloj arsyeve, bashkësia ndërkombëtare shpesh herë në Kosovë dhe në vende si Kosova rrëshqet në grackën e një lloji të sjelljes koloniale. Mirë po, nuk janë gjëmë për të madhe këto, me qenë se tash mas 16 viteve të bashkëjetesës me bashkësinë ndërkombëtare, diçka edhe kem marrë vesh për tyne, disa gjëra duhet mja unëzon seriozisht, shumë gjëra tjera s'ki nevojë mja marrë seriozisht. Sidomos nuk ki nevojë mi marrë seriozisht bashkë deklarimin e çdo ambasadori këtu. Ambasadorët nuk janë njerëz cilët janë të obliguar mi jap qëndrimet e qeverisë vet, as nuk janë zëdhënësit e qeverive të tyne. Edhe në shpesh herë na i keq kuptojmë dhe i keq interpretojmë aty këtu ndonjë deklarim ose ndonjë intervistë të përfaqësuesve diplomatik, duke menduar që ata në vërtet janë gjendje me ndryshu diçka. Kështu që edhe na gradualisht jemi pjek, ndërkohë që edhe ata kanë filluar me kuptu që ndoshta rregullat e lojës me popullin edhe me opinionin publik në Kosovë, ato rregulla ndoshta duhet edhe me ndryshu. Për me mujtë na mja umbush mendjen, që ata duhet ka pak me ndryshu këto rregulla, duhet po ashtu me llogarit edhe në revolten, edhe duhet me llogarit në paknatësinë popullore. Ndoshta na nuk e dim çka është më miri për këtë vend. Ndoshta nuk e dim. Mirë po absolutisht dim çka është më keqi për këtë vend. Që ky establishment është absolutisht produkt i një forme më të keqe të përjetimit të politikës, të pushtetit dhe të sundimit në shoqëninë tonë. Çto e dim? Çka është më mirë, ajo çështje që na duhet mi diskutu. Çështja fjala çka është më mirë, pra diskutimi për më mirë është realisht diskutimi për të ardhmen. Edhe na duhet më mësu me fol për të ardhmen, ashtu që t'ju mundu me fol për nesër, vetvetiu fillon me dalë me opcione, cilat mund t'jenë opcione që neve na çojnë në një nivel më të madh zhvillimor. Mirë po, ai dialog duhet me nis. Kësisoj me takimet e djeshme, e LRM me takimet e sotme, kësisoj vetëm sa mu si general pak më e vjetër këtu, vetë sa më kujtohen disa skenat cilat i kom pa unë në shoqëninë teme para shumë viteve, edhe i kom pa ca regjimet cilat kanë qenë binduna që nuk kanë me humb, edhe mandej humbja e tyre ka qenë jo vetëm humbje politike,
po ka qenë edhe përzhdukje e tyne historike. Që është me gjitha të nëse ndrohet paradigma dhe mënyra funksionimit shoqërisë dhe krijohet një shoqëri politikisht aktive nga kjo që e kemi, në kupton ndrim të formës së diskursit edhe mënyrës se si shoqëria mendon, që është si proces shumë më i gjatë se sa kjo që përballemi aktualisht. Aktualisht përballemi me një javë të takimeve, potencialisht me një javë të protestave, edhe potencialisht me një 2 javë tjera deri kur duhet të zbulohet formula për zgjedhjen e presidentit edhe te kalimin e kësaj situate që nënkupton veprime taktike të pothuajse secilit të përfshirë në skenën politike në Kosovë, e do të diskutojmë gjatë kësaj jave të takimeve, nënkupton pak taktike edhe nga OÇJ-t, siç i quajnë një kolegi joni, për shkak se gjithnjë më aktive janë në opinionin publik, duke falendëruar Astrid Gashin dhe 3 prej të përhershmeve që ishin sonte me mua. Këtu është lajmëri Klikun për sonte, ne shihemi nesër. Mirupafshim.